Proces verbal i mbledhjes për ndërtimin e Bunkart 2 hedh dritë mbi një prej objekteve më sekrete të periudhës komuniste në Shqipëri. Dokumenti tashmë i deklasifikuar tregon planifikimin dhe ndërtimin e një bunkeri të nëndveshëm, i cili ishte parashikuar të përballonte bombardime ajrore dhe të strehonte strukturat kyçe të Ministrisë së Punëve të Brendshme në rast lufte. Në një situatë tensionuar gjeopolitike, pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik dhe Kinën, udhëheqja e kohës e konsideronte mbrojtjen dhe fortifikimin një prioritet kombëtar. Si pjesë e kësaj strategjie, në vitin 1979, Ministria e Punëve të Brendshme miratoi projektin për ndërtimin e një objekti sekret nëntoksor, i cili do të ndodhej poshtë godinës ekzistuese të ministrisë. Qëllimi ishte të krijohej një hapësirë mbrojtur për udhëheqësit dhe personelin e rëndësishëm në rast të një sulmi ushtarak. Sipas dokumentit arkivor, bunkeri do të përmbante gjithsej 40 dhoma, të organizuara në 3 dhoma për udhëheqjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 5 dhoma për drejtorinë e sigurimit, 3 dhoma për drejtorinë e hetuesisë, ndërsa dhomat e tjera të dedikuara për komitetin e partisë, policinë, operativët dhe shërbimet mbështetëse. Puna për këtë bunker nisi në vitin 1982 dhe u përfundua në vitin 1985, duke mbetur sekret për dekada.